me këtë dëshmi të dhënë online nga Xherret Kushner duhet kishte rënë qeveria. Por në Shqipëri nuk është një vend normal, sepse Shqipëria nuk e zgjedh qeverinë me zgjedhje. Dhe një qeveri që nuk vjen me votë në zgjedhje nuk ka frikë nga vota e atij që proteston në rrugë. Pa nuk fitoi zgjedhjet e fundit e Rama me mbi 70%, apo sa ishin? Rama mori zgjedhjet me 70%, po sipas meje nuk i ka fituar kurrë zgjedhjet në Shqipëri, siç nuk ka fituar zgjedhjet e para kur ka kandiduar si kryetar bashkie në vitin 2000. Çka do thotë kjo? Unë mendoj që zgjedhjet në Shqipëri manipulohen në të gjitha format e mundshme, manipulohen që në fushat, manipulohen ditën e votimit, manipulohen gjatë numërimit dhe vitet e fundit ky manipulim ndodh me bashkëpunimin e plotë të opozitës, të Partisë Demokratike, që është bashkëfajtore sepse është e pamundur që një qeveri që qeveris kështu si qeveris Rama në 3 mandatet e para të fitojë mandatin e 4, madje duke shtuar votat, duke shtuar numrin e deputetëve. Dhe përveç kësaj është një sistem zgjedhor kriminal që i dekurajon gjithë qytetarët, i dekurajon partitë e reja apo idetë për të krijuar partitë të reja, sepse nuk i lë shanse që të bëhen faktorë me këtë ndarjen në 12 qarqe dhe me sistemin proporcional me metodën e numërimit dhont. Nuk e di nëse kemi kohë të sqarim për qytetarët, por është një metodë matematikore që diskriminon partitë që renditen nga e dyta deri e fundit dhe favorizon partinë e parë. Në këto kushte pra Rama nuk ka fituar kurrë zgjedhjet. Rama nuk ka fituar zgjedhjet as kur fletat e votimit ishin me barkod, gjoja për arsye sigurie, por në fakt ishin për arsye të dekonspirimit të votës.